Këtu është horoskopi i mërkur 2 korrik 2025 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Ditë e re paqësore, e rrethuar nga dashuritë tuaja të qëndrueshme dhe produktive nga të gjitha këndvështrimet. Dita në rregull. Demi. Nëse ju pëlqen një njeri, dilni përpara, sot do të keni më shumë, në fakt do të jetë një ditë shumë e rëndësishme, por duhet të punoni për të marrë maksimumin. Binjakët. Kontaktet dhe negociatat e preferuara. Nëse jeni beqar, mund të takoni personin e ëndrave tuaja. Gaforja. Mund të themi se në nivelin e kokës, e juaja është një nga shenjat më të forta. Ndiqni nga afër zhvillimet e kontakteve me mjedise të reja dhe mos ndaloni përpara pengesave. Luani. Tema e largët është e rëndësishme në horoskopin tuaj, favorizohen të gjitha kontaktet me qytetet e tjera. Me një njeri ujori ose dashi mund të bëni plane të rëndësishme në të ardhmen. Virgjeresha. Je lodhur duke bërë të njëjtat gjëra të vjetra dhe prej disa muajsh tani je përpjekur të revolucionarizosh jetën tënde. Disa tensione në marrëdhëniet me njerëzit e afërt. Në fushën e punës, jo të gjithë janë dakord me idetë tuaja, me betejat e vazhdueshme. Peshorja. Erdhi koha për të bërë të ndjeheni. Emocionet kanë rëndësi, pohoni veten, gjëja e rëndësishme është të shikoni në drejtimin e duhur. Sa i përket dashurisë, ju tërheqin marrëdhëniet që futin sigurinë. Akrepi. Reflektoni mbi një propozim për një takim ose një udhëtim, pranoni një mundësi që mund të ketë rezultate pozitive në të ardhmen. Fitoret personale janë të mundshme, duke rifilluar në lidhje me të kaluarën. Shigjetari. Është një ditë që mund të lërë diçka për të dëshiruar, por vetëm për shqetësimin e dobët që ndjeni brenda jush. Jeni mjaft të shqetësuar në këto orë, shtyheni një diskutim për nesër. Ju mund të trishtoheni nga një jo e marrë së fundmi në punë. Bricjapi. Kreativiteti është në plan të parë. Jeni më të vendosur në këtë ditë. Ka nga ata që e kuptojnë se disa gjëra nuk janë më të vlefshme. Ujori. Foto shumë e bukur e ditës, me të vërtet, edhe emocionuese. Disa nga gjërat që ju bëni do të jenë të dobishme për të shpenguar një misi ose zgjuar pasion. Peshqit. Një ditë pak armiqësore në fillim, atëherë gjithçka do të kthehet në favor. Në dashuri ka edhe një mendim më shumë, këtë herë pozitiv. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.